prindër dhe vogëlush të mrekullueshëm. A jeni gati për një festë që fillon tani? Po. Një festë plot buzëqeshje, duartrokitje dhe gëzim. Sot, kjo skenë është një vend magjik, një vend ku çdo fëmijë mund të bëhet yll për një çast. Dhe çfarë mund të jetë më festë, më gëzim, më buzëqeshje se sa ta nisësh me një këngë që i thot botës gëzuar ditëlindjen. Kjo këngë është shkruar dhe kompozuar nga Liam Tërnova, orkestruar nga Edmond Rapi dhe do ta këndojë Ana Hoxholli, e shoqëruar nga kori i mrekullueshëm i fëmijëve të këtij festivali. Por, përpara se të filloj, dua që të gjithë në sallë të duartrokisni me të lartë, sepse po shtrëngoj një dhuratë të madhe që e duam të gjithë. Gëzuar ditëlindjen. Jeni ju për mua
orkestruar nga Festin Kovaçi dhe e kënduar nga Dinel Ibrahimi. Ju lutem duar trokitje.
Elbasan. Lulieta Pici, specialiste muzike që di të dalloj çdo detaj të bukur në këngë. Ardiana Verushi, specialiste muzike, e cila vlerëson të turën dhe shpirtin që këndon. Juria jonë do të shoh, do të dëgjoj dhe do të vlerësoj këngët e reja që do të bëhen pjesë e historisë së këtij festivali. Një duar trokitje për Juri. Rohën gjithmonë. Dy sy që na shikojnë. Good.